jeta e profetit alayhi salatu wasalam. Jeta e profetit alayhi salatu wasalam nga fillimi deri në fund është mrekulli. Mënyra se si ka lind, mënyra se si është rrit, mënyra se si kaloi nga si i vdiq baba dhe lindi jetim, mënyra se si kaloi tek nëna, pastaj tek gjyshi, pastaj tek xhaxhai, mënyra se si u rrit, çdo detaj i zhvillimit të jetës pejgamberit alayhis salam, nga fillimi dhe në fund fare, shpallja, pastaj mënyra se si u zhvilloi jeta në Mekë, pastaj emigrimi ku mendoi se çdo gjë mbaroi, pastaj ngadhnimi, pastaj fitoria, pastaj futja e njerëzve në Islam, pastaj domethënë Islami në 100 vjetët e para arrin në Kipro, në Sicili, në Palermo, në Turqi vorri i sahabiut, Ebu Ayyub el-Ansariut, në murin e Kinës, në Indi, në Azerbajxhan, në Rusi, në Andolezi, në Spanjë, brenda pothuajse 100 vjeçarit parë. Çfarë është kjo? Për këtë arsye thoshte njëri prej këtyre perëndimorëve, thoshte kush studion kohën, kushtet dhe mundësitë dhe suksesin, e kupton që nuk ka qenë njëri i zakonshëm. Pra, patjetër do të ketë pas nimin e Zotit dhe ka pas raporte me Zotin, se është e pamundur të jesh një popull që nuk numërohesh dhe nuk të fut askush prej, le të themi, prej civilizimeve të asaj kohe, nuk i fuste në listë. Ti je ai që Herakli thot, ky do të marri si më thon fronin tim, e pa imagjinueshme. Dhe një nga arsyet më kryesore që Ebu Sufjani ka pranuar Islamin, kush ka qenë? Historia e Heraklit. Tha si ka mundësi që biri i 2 kurbaneve për pejgamberin Islam i paska trembur, kështu tha ai. I paska trembur, tha verdhacakët, sepse kështu i thoshin Bizantëve, kështu i thoshin romakëve, Benel Asfar. Edhe verdhacakët tha i paska tremb. Edhe kjo ka qenë goditja më e madhe, thon dietar, që ka marrë Ebu Sufjani që mas disa vitesh pranoi Islamin.